Ruju. Se vjen dikush, i thot një motër muslimane, ti pse po duron, ti pse kështu, vjen ti një vëlla musliman, vallai ti që sa kolla pa shtëpi, ka herë të sa ne zban mi këshyra kështu, që se thuj, unë jam në të parën, ti po këtë këron këtë dytën apo. Unë jam katën e parë atje. Rabbin nas melikin nas. E këta nervoswas janë ruaj për ty natë. Ruaj për ty natë. Do më përmbylloj me një rast shumë domethënë se nervozët din çfarë drejtë mund të më shku, don tendencë e njerëzve për me një lloj figura të caktuara nga se kjo është nga çytet e mëdha të shejtanit, kur ka ndruhet Omar ibn Abdulazizi, mos i ka ardhur domthon njëri prej djalëve të Abdulmelik ibn Marwanit. Sa i ka qenë halife, pastaj i ka pasur të vegjël e ka pru Omar ibn Abdulazizin ato. E dini Omar ibn Abdulazizi don sa ka qenë i përkushtuar, afër 2 vjet ka udhëheq, mirë po ka qenë shembull në asketizëm, ka qenë shembull në braktisë të dunjos, ka qenë shembull në ibadet, ka qenë shembull në menaxhim të resurseve të shtetit, që njerëz kanë dalë me dhon zakat, s'ka pas ku me dhon zakatin. S'ka fukara, për mëna, në kohën e Omar ibn Abdulazizit apo. Çit kohë. Edhe kur ka vdek Omar ibn Abdulazizi, kanë ardhur njerëzit te halife i Irak, sa ka qenë Walid ibn Abdul Hakim. Walidi ka qenë vllau i gruse Omar ibn Abdulaziz, nga se e ka pas gruan Fatimen. Fatima ka qenë çika e Abdulmelikut apo. E kjo Fatimja e ka pas babën halife, burrin halife, vllaun halife, këtë me halife u sill apo. E kanë ardhur te Walidi kanë thonë që ka shejtan të Allah. Kanë mos mena që u konë shumë asketaj. Dhe të tash ti mundu të me lonë dunjane, me bo sene, se ata ka mësu ata të burët ka mësu, s'ka pas eshtë në me gjujtë, apo, s'ka pas, kanë hjek në vakto me ndunë të ata o bërlit, ata rinunt, kur ka drejtësi, kur ka menagjim, ata rinunt, e ka me durua dhe do vjetë, unë s'kanë ata. E në shku tek, Walidi i kanë thonë, të amenen që u kone e sketa, shka të shpija vetë ka komplet një sandëk e kam shef, që aty kam shef këtë që i ka pas dukatë që i kam shef. Për me prish Walidin, mos me njek rrugën e Omer ibn Abdulaziz në kuptim të asketizmit të barakis dunjas, mos apo si halifet me dunja me bo, po me menagju që shduhet. Edhe kam bind. Ka shku, subhanallah, Walidi, vllai Fatimës, grusë Omer ibn Abdulaziz. Shiko që bën cytja. Shiko që bën. Ai shetani vogël e kanë nxita, po i ka përdorur ta shetante e njerëzve. Edhe ka shku tek Fatime i kanë thonë, ku është sanduku i atij munafikut? Qa që kanë paruna? Ajo prejk shumë ato. Ajo prejk shumë, edhe ka qërtu vllahën rrëpsisht, shumë keq që ka qërtu, se s'ka lidhje me këtë punë, që ka vënë një send me ta thonë ato. Mos e shika, thot veç thot e di një send, thot, që kur i ka deka, në ka thonë dilni për jashtë. Omer ibn Abdulaziz. Edhe e kumni, thot Fatime të thonë, kush jeni ju që as njerëz, as gjin nuk jeni, ka po me lajket, dhe me thonë duke e përgëzu tilke darul akhireti, në gjialuha lilledhine la yuridni uluan fil ardi wala fasada. Kjo është ajret që kena përgatit për ata që në tokë s'kan dasht me ndjemallësi, as arrogancë e as pasuria. Dëshmi e me lajkeve që s'ka ka darë dunjana, në prak dekës i kartë, ka thonë Fatimja, vllatë vetë ka thonë, që të e kumni me veshtemi, e që keniti nuk e diju në. Ata njerëz vinë, bujë vezvese, ka marë, ka bo, ka shku. Këtu e nësytje për me ule autoritete, me zbe përkatësi, me zbe lidhje mes njerëzve. Zakonisht në emër të dunjas, njerët më rujtë rëdhëzët, më rujtë nga cytet të shejtanit, që zakonisht me dunja i prish vllaznit, i prish familjet, i prish shoqnit, miqësit e kështu me radhë. E këtu e minel gjinneti wan nas. Minel gjinneti wan nas, do të gjinë, po ata largë bojnë, ma ata njajtë të kursi kallaja bënë. Ama do në nas, do që janë, do ata janë perfida, merë në gjematit, po kështë po dojna mirë, ama masaj kanë tjera tendenca, fatkeqësisht për me në gjallë dyshime, dilema, të ndryshme ose për me hapë derë për pasim të dunjasat haramit, njëri me kuni kujdesshëm e morujt, nga se që kja e prish udhëzimin, veç vezvesja. Nëse vezvesja i sigurt, i ndërmën masët e duhura, je në bazën e bindjes, të adurimit e të përmendë Allah të barekotala, me lejnë Allah Gjellë Gjellalu, kime përfëtun nga fjallë Allah të barekotala.